Ne kërkojmë unitet për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra, është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi unitet që ta konstituojmë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë thënë fjalën e tyre në zgjedhjet e Shkurtit. Kryeministri Kurti është lideri më i votuar ndonjëherë në Republikën e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje sot është subjekti i parë me më së shumti vota në vend. Prandaj propozimet e tilla janë tendencë për të minimizuar vullnetin e popullit, për të shkelur atë dhe natyrisht nuk e kanë mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje. Ata thonë qeveri e tranzicionit dhe të tjera, por qeveri tranzicionit e kemi për momentin, sepse qeveria jonë, qeveria ndërheqja apo ndërtyrë, është edhe qeveri e tranzicionit sepse e kryejmë punën deri në qeverinë e ardhshme. Prandaj le të braktisin këto qëndrime të cilat janë kundër vullnetit popullit. Ka pasur përpjekje 6 herë që votimi për kryetar të vendit të bëhet me vota të hapura. Nuk ka rezultuar i suksesshëm. Këtu e kemi edhe letrën e presidentes Osmani, e cila kërkon nga gjitha partitë politike që të kontribuojnë në konstituimin e Kuvendit, pra nuk i përket vetëm lëvizjes vetëvendosje që kontribuojnë në konstituimin e Kuvendit. Ne kemi marrë për detyrë dhe përsipër që të kontribuojmë në të pikë, megjithatë nuk është përgjegjësia jona, vetëm e jona, është përgjegjësia e deputetëve të opozitës. Jemi përgjigjur disa herë sa i përket kësaj, të drejtën për të propozuar kryetarin e Kuvendit të ka lëvizja vetëvendosje si subjekt i parë me më së shumti vota në zgjedhje. Prandaj askush nuk mundet që të ndërhyjë në një të drejtë të një subjekti politik, sepse të drejtat kushtetuese janë mbi